se ne sot jo vetëm në Kosovë dhe në shoqërinë tonë, por gjithandej kontinentit tonë, por edhe përtej familja është projekti më i rëndësishëm që shumë njerëz, madje edhe njerëz me nam të madh e me arritje suksese të mëdha akademike shkencore i ka lënë sy hapur sa i përket formimit të familjes në mënyrën më të bukur, mënyrën më të mirë, mënyrën më shëmbullore. Dhe padash të zgjerohen në ato tekste hynore të cilat i kemi në vargjet e Kur'anit, në korositë e ndritura të dashurit tonë, alayhisalatu wassalam, sa bërthame e rëndësishme për një shoqëri është familja, por pikërisht me tani po kaloj ajo pjesa tjetër e pyetjes tuaj shumë elegante, është pikërisht familja e cila dikton drejt për drejt formimin dhe personalitetin e besimtarit të një mend dhe besimtarit të mirëfillt. Nga se shkolla e parë të gjithë pajtohen, qoftë edhe njerëzit që nuk kanë ndonjë admirim apo ndonjë afërsi me religioni, të gjithë pajtohen se shkolla e parë për formimin e njeriut është pikërisht familja. Në këtë rast, nëse ne e shiqojmë tani prej dimenzionit nga aspekti i besimit, formimi i besimtarit, pikërisht ne edhe ju shumë bukur e dini nga karriera dhe puna juaj me xhamatllime, njerëz që keni takime të përditshme, shumë herë po e zoj takomi edhe me asnjë njerëz po thot shiqo falenderoj Zotin që unë jam udhëzuar dhe jam praktikues i Islamit, por familjen e kam la. Ose kemi dhe raste edhe të atilla kur thotë familjen e kam krejt në një pozicion të kundër, por mos ka thonë pozicion armiqësor, ndërsa kur flasin për atë familjen e mirëfillt besimtare, islame, ato virtyte dhe cilësi që i përshkruan Kur'ani familjes shembullore dhe pejgamberit sa një familje e tillë është fat i madh dhe është një mirësi dhe begati prej Allahut nëse një fëmijë lind në familjet e ati, rritet, edukohet, frimohet, maturohet dhe sigurisht se familja pastaj kontribon jashtëzakonisht shumë për mu formu edhe ai tani individualisht si një besimtar i një mend. Vetëm po dua ta nënvizoj rastin Imam Malikut. Në historinë islame ne e dim Imam Maliku, i cili është një prej kolos, një prej kokave më eminente në botën në historinë islame, kishte patin sa i erdhi në këtë botë, por qysh në fëmijërinë e hershme mbeti pa baba. U rit jetim, por i kishte lënë babai i tij pasuri, ishte nana e tij e cila një pjesë shumë të madhe të pasurisë e harxhoi, e shpenzoi për ta formuar Imam Malikun në mënyrën më të bukur, që edukimi i tij tjetë edukimi i kohës më i mirë i mundshëm, prandaj edhe nana i dhuroi mbar ummetit, sot pothuajse 1300 vite e më shumë, ne jo vetëm por mbar muslimanët në mbar globi i referohen Imam Malikut dhe mendjes së tij të merito.